Me fushata, pas pari me u vedisu ministria, që fëmin me pas në rend të parë, mandej drejtorit komunale të arsimit që nuk e di që e kanë shumë parasysh, mandej edhe prindërit, shumë me rëndësi. Prindërit nuk e din peshën e socializimit. Ata mendojnë se edukim është përkraja emocionale, dashuria. Nuk është e vërtet. Për zhvillimin e fëmijës duhet më shumë socializimin në kupton konkurrencë. Sa është e rëndësishme që kemë u ba? Duhet me kun top prioritet? Pa dëshim. Top prioritet. Asin dyshim. Sa një parë që du të me bo Ministri Arsimit Shkencës është në... Ma e rëndësishme se... Ose në shkolla fillore, nështë në universitete? Ma e rëndësishme se fakulteti, ma e rëndësishme se... Se shkolla fillore, mesme, se akademia... Një fëmijë që 2 vjet të mira, jo gjithfare që shikotëna. Një fëmijë që shkon 2 vjet në edukimin në femirinë e hershme, në moshën 3-4 vjeçare, është 30 deri 40% më i suksesshëm në performancë në moshën 11 vjeçare dhe 16 vjeçare. Çka nëse qeveria, Ministri Arsimit thotë që po, mirë shumë këto trija, për vetëdijsim, për intervenim efikas dhe por nuk kemi buxhet. Jo, kanë buxhet. Ose vendi më i varfër. Jo, kanë buxhet, ka investu kjo qeveri, është e vërtet, ka investu në 4-5 vitet e fundit, edhe më para është bërë, po tash më shumë, po t'ishte bërë më efikase kjo investim, në mënyrë më të organizuar, në mënyrë më programore, me bashkëpunim më të mirë me komunitetin, jam i sigurt se do të kishte një përfshirje 2-3 fish më të madhe me të njëjtat mjete. Këto janë ndoshta edhe sugjerimet e juaja për Ministrinë e Arsimit. Për edukimin e fëmijërisë e hershme. Po. Unë do t'ja sugjeroja fuqimisht ministrit, edhe ministrit është shumë e rëndësi, ministri është thelbësor në këtë çështje, edhe ministri duhet me marrë... Edhe kryeministri. Edhe qeverisë, po. Edhe qeverisë. Është shumë e vërtetë. Pa përkrahje qeverisë, ministri nuk mundet shumë.